e fundit gjykatës kushtetuese. Jemi drejt për drejt në zgjedhje, apo jo? Po, ata do të thotë përpara ka qenë, domethënë brenda 30 ditë presidenti ka pas për detyrë brenda 30 ditë të thretë mbledhjen konstitutive, tash me një vendim të gjykatës kushtetuese është që brenda 30 ditë duhet të konstituohet parlamenti. Nëse jo, atëherë shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe sërish shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme apo të parakohshme të Kuvendit të Republikës Kosovës, zoti Shpeziu, një cikël kështu që duket si i pambarimt. Shiko, do të thotë ai tonë me shikune në kuptimin universal në domenin e demokracisë. Por jemi në një shtet në ndërtim e sipër. Nuk jem shtet që i kem 200 vjet ose 100 vjet, po i kem 18 vjet. Kështu që ne duhet të pas shumë kujdes se jem në ndërtim e sipër. I bie jemi shtet maturant. Shtet maturant, 18 vjet. Kështu që me kujdestar klase. Kështu që e konsideroj që duhet të pas shumë kujdes, sidomos ata të cilët kanë konkuruar për deputet dhe kanë marrë mandatin e popullit, duhet me qenë tepër të përgjithshëm, sepse kjo është punë me përgjithësi. Nëse jo, atëherë nuk duhet të konkurohet, domethënë të zihet një vend njerëzit të cilët janë të interesuar me dërgu shtetin përpara. Kjo formë, domethënë, e degradon, si thashë edhe më herë, shtetin dhe